Paralelisht me Komisionin Parlamentar, ose më sakt Komisionin Patronazhist Xhafaj për të zbuluar aktivitetin konfidencial të SPAK-ut dhe institucioneve të drejtësisë, Kryeministri Edi Rama ka desantuar brenda tyre edhe një kompani private britaniko-spanjolle. Bëhet fjalë për kompaninë klienteliste G37 Chambers, të cilën Kryeministri Edi Rama e ka përzgjedhur personalisht dhe pagar gjoja për të ndjekur zbatimin e rekomandimeve prioritare të qeverisë në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026, me vendim numër 563, datë 15 korrik 2026, të futur në fuqi menjëherë, Kryeministri Edi Rama ka autorizuar Ministrin e Drejtësisë Toni Gogu të negociojë dhe lidh me kompaninë e huaj G37 Chambers kontratë shërbimi pa ankant dhe pa publikuar vlerën e kontratës. Objekti i kësaj kontrate përmban edhe dy shqetësime që të i kalojnë konsulencën dhe futen në veprimtarinë sekrete të SPAK, Prokurorisë së Përgjithshme, Gjykatës së Posaçme dhe Policisë dhe bashkëpunimit me Europol, FBI e DEA në luftën kundër krimit, konkretisht vlerësimin dhe analizimin e formateve tip të platformave apo të mjeteve dhe formave të tjera, të miratuara për mënyrën e raportimit dhe mbledhjen e informacionit. E dyta, bashkëpunimin dhe bashkërendimin efektiv ndërinstitucional, përfshirë përmirësimin e mekanizmave të raportimit dhe të shkëmbimit të informacionit ndërmjet institucioneve përgjegjëse në luftën kundër kriminalitetit me depozitim informacioni tek Ministri i Drejtësisë. Këto kontratë private me kompaninë G37 Chambers për të kontrolluar aktivitetin konkret konfidencial të organeve të drejtësisë, Kryeministri Edi Rama e ka servirur si bashkëpunim të ri dhe standard evropian për konsultimin e organeve të drejtësisë, por faktikisht është vazhdimi një kontrate ekzistuese me kompaninë britaniko-spanjolle G37 Chambers, të cilën Kryeministri Edi Rama e ka katapultuar privatisht brenda drejtësisë nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë që ishte dhe këtij që është aktualisht, për të zbuluar se çfarë po bën SPAK-u dhe organet e tjera të luftës kundër krimit. Lidhjen e kontratës së parë mes Ministrit të Drejtësisë dhe kompanisë G37 Chambers, Kryeministri Edi Rama e ka urdhëruar me vendim numër 402, datë 19 qershor 2024 dhe e ka paguar 11.2 milion euro, por nuk ka asnjë raport për aktivitetin me Ministrinë e Drejtësisë, SPAK-un, GKK-on, Prokurorinë e Përgjithshme dhe Policinë e Shtetit, dhe vendimi numër 563, datë 15 korrik 2026, ka të njëjtin objekt kontrate për shërbim konsulence lidhur me zbatimin e rekomandimeve për luftën kundër krimit, por është mbajtur e fshet vlera që qeveria do t'i paguajë kompanisë së saj klienteliste G37 Chambers. Këtë kompani ai e ka ngarkuar me mision për zbuluar se me çfarë hetimesh po merret SPAK, Prokuroria dhe Policia dhe çfarë dosjesh u dërgojnë Europolit, FBI-s, DEA-s dhe agjencive të tjera, dosje që kompania G37 Chambers do t'ia dorëzojë Ministrit të Drejtësisë e prej andej tek Edi Rama, teksa SPAK po heton një numër gjithnjë më të madh zyrtarësh të lartë të politikës shqiptare. Qeveria ka angazhuar si patronazhiste këtë kompani të huaj brenda organeve të drejtësisë, e sidomos brenda SPAK-ut, duke e paguar miliona euro.